I kthehemi zgjedhjeve të 11 majit në vijim të intervistave me kandidat nga forcat ndryshme politike. Sot bisedojmë me zonjën Blerina Gjylameti, aktualisht deputete, njëkohësisht kandidate në listën e hapur për Partinë Socialiste. Mirëmbrëma, kandidatet gra, zonja Gjylameti shpesh dëgjohen të thonë që një grua e ka veçanërisht të vështirë të zhvillojë fushat elektorale. A jeni dakord ju dhe nëse po pse? Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Besoj që nuk ka asnjë lloj gare apo sfide të lehtë, kështu që të gjitha garat, sfidat janë të vështira, por kur bëhet fjala për gratë është pakës më e vështirë. Ndërkohë besoj të gjithë jemi dakord që pjesa e politikës është parë gjithmonë si domeni i burrave dhe po ashtu edhe pjesa e kontakteve, mënyrën se si mundesh të takosh apo të ndërhysh tek njerëzit për të patur mbështetjen e tyre bëhet e vështirë kur je grua më shumë se sa kur je burr. Megjithatë, ky është një sistem për herë të parë, kështu që i ka të gjitha vështirësitë dhe po ashtu dhe paqartësitë. Por unë mendoj që më e rëndësishme se sa vetë gara ndërmjet nesh, është ajo që ne kemi, që është gara për të marrë mandatin e 4 për Partinë Socialiste. Dhe po aq edhe mbështetja për emrat konkret për të patur, të themi edhe një herë, mundësinë dhe përgjegjësinë e madhe për të përfaqësuar të gjithë banorët e njësisë 4 që unë jam, ku jam edhe përgjegjëse apo drejtuese politike, apo të gjithë qarkut Tiranë, duke marrë parasysh faktin që jam në listën e hapur. Pra ju jeni në njësinë 4 në Tiranë, që është një territori Po jam edhe konkretisht jam nga zona, sepse jam në terren pikërisht nga takimet që kishim me banorët e rrugës Çelo Ibrahimi në njësinë 4. Në njësinë 4 që shkon nga bloku i Kinostudios, Tufina, zona e Bregut Lumit, fusha e Druve është zona e gjerë. Shumë e madhe, jemi afër fushës së Druve këtu. Okej, çfarë është theksi i fushatës? Cilat janë temat e fushatës nëse ato janë specifike në njësinë 4 në këtë zonë që sapo e vizatuam? Atëherë ne kemi një sër të themi prioritetesh të programit që lidhen qoftë me pjesën e reformës pensione, ku prek të gjithë ata që janë në moshën e tretë, qoftë ata që janë pension apo ata të tjerë që do duhet dalin pension, duke riparë të gjitha ato problematikat që ka sjell shumë vite tranzicioni në Shqipëri dhe politika është jo të duhura për sa i përket formalitetit tregut punës. Diskutojmë për çështjet e familjes që besoj që i prek të gjithë, por në mënyrë të posaçme zonën tonë, ku mbështetja për familjet e reja nëpërmjet banesave sociale, nëpërmjet kredive të buta, apo edhe elementi që bëhet me mbështetjen e familjes për pjesën e bonusit bebit e mëtutje, kurse për sa i përket njësisë 4 për nga komunitetet, ne kemi një nga komunitetet më të mëdha rom dhe egjiptian dhe pjesa e mundësive dhe shanseve të barabarta që duhet të kenë, dhe po ashtu pjesës shkollimit dhe integrimit në shoqëri, që është një tjetër element që është shumë i rëndësishëm prioritet për njësinë 4, e po ashtu ne kemi edhe zonën e 5 majit, ku për te ati projekti, që është një nga projektet më të mira dhe më strategjike, përsa i përket pajisjes me shtëpi gjithë atyre që u prekën nga tërmeti, vazhdojmë me fazën e dytë, ku do të vijohet pikërisht për të ndërtuar, për të vijuar mëtutje të ndërtohet në këtë lagje 3, që lidhet me banesa për familjet e reja, po ashtu për profesionistët e lirë, e rinj, dhe po ashtu edhe për ata që kanë pamundësi financiare për të pajisur me një të drejtë themelore, që është çështja e banimit. Dhe çfarë u thoni ju zgjedhësve apo zgjedhësve potencial, kur ata ju thonë që këto lloj premtimesh i kemi dëgjuar në fushatat e kaluara? Pikërisht temat sociale, temat e strehimit, të mbështetjes financiare për familjet e reja. Atëherë, unë duke qenë se vi edhe nga një eksperiencë gjatë edhe në njësinë 4, jam një nga njerëzit që e kam prekur, e kam vizituar çdo cep të njësisë, çdo rrugë, kam kontakte shumë të gjëra me banorët dhe jam edhe një nga ato që mund të dëshmoj edhe për transformimin rrënjësor të kësaj njësie, që nga pjesa infrastrukturore, por po ashtu edhe nga mënyra e zhvillimit të jetës në komunitet. Kështu që nga ajo, ndryshe nga ata që premtojnë dhe do duhet që të krijojmë besim për të qenë alternativ, ne kemi një element tjetër si Parti Socialiste. Duke qenë se në çdo herë që kanë përfunduar zgjedhjet jemi drejtuar komunitetit për të rifituar përsëri besimin, duke parë punët konkrete, pra nëpërmjet llogaridhënies. Sot këto premtime që unë thash janë pjesë e një procesi të nisur që nga 2013 dhe sot jemi në të gjitha kushtet dhe para kushtet ekonomike për të vijuar mëtutje me reformën e pensioneve, me pjesën e mbështetjes për familjet e reja, e mëtutje akoma edhe me pjesën infrastrukturore. Faleminderit Blerina Gjylameti, natyrisht duke bërë fushat në Vizion Plus, ne do të ecim tej.